Atëherë ishte pak më ndryshe, duke ditë i madhe Zot se çfarë do të vej nga fundi i kësaj bote, i ka rregulluar disa gjëra. Ama baza, imani, besimi, absolutisht, që në Ademin alayhis salam nuk lëviz. Pranaj, mos u shmang në atë moment kur të friksohen dhe me lek të Zotit, që s'ka në Zotinov, vetëm se e shohin për slarë këti xhehenemin, boja e zmetin. Dhe normalisht këtë sot nuk e maj për ju këtu, po vallaj për ata që jenë jashtë. Po kush do të tregojë aty? Po ju do të tregoni. Mos mësoj thoj 50.000 fjalë kodët. Ose mësoj ato fjalë për inxhinier, për mjek, për doktor. Të gjitha mësoj. Po këta, nëse s'ka në të qelësin e si për la ilaha illallah, ka nësi vlerë, ke hangër bukë, ke rajë gjumë, jetë në kësaj bote. Masë ne është ndryshimi madhë. Mos u mnohë njëri me arrit gjanët të mdoja si që kanë arrit njerëzit e tjera të në këtë botë. Arrit këta i herë. Dhe po bisedoj me njëri për punë e pastërtisë trupit. Tha, lahem çdo ditë. Vallai thash unë jo. 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, në 5 ditë thash mund shkuj, e në javë. Dorë në moshe qik vetë ju kështu pak i vjetër. Tha, jo Allah, tha, mu la për ditë. Njoj thash. Të folim e të merrem i vesht. Lau pastrohu gjithë ditën. Thash, miliona njerëz botë mund t'ja kalojnë pastërtisë teme. I kisha dolarit me avull, që e shkënjën atë të keqen, e nxjerrën atë zhullin për i trupit, kretë. Me ujtë, zetë, me të stofë, si të dush. Por problemi është, a thu la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, se mu kretë bota ma kalojnë. Për shumë ka njerëz që nuk i vesh mo këta plashke, i vesh i sot, nesër si vesh mo. Ushqimin nuk e di se ku e hanë në përsjellën e. Pra, në 99% gjanëve të mund t'jenë për para me. Edhe laha çdo ditë. Ja ka mundësu, vazhdo. Lau, pastro. Kretë mirë është me pastru trupin. Por e s'ke pastru zemrën. Ti nuk beso atë që t'ka dhënë trupin. Pra, nëse ti me la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, atëherë ti ke dalë në kryet listës. Në këtë botë, vallahi gjithë janë mas teje. Mas teje, kur them gjithë, kretë ata që mund mendojnë njerëzit që kanë pushtet, pasuri, se di ma, plot, villa, shtëpia, toka, shtetë i kanë një ropë kredi ka vetëm. Një ishull ka bleti. A ke la ilaha illallah Muhammed Rasulullah? Jo, jo. I rast në kohën e regjimit komunist. Vejnë ato qafirat, edhe ta imponojshin me zërë me marë gazetën. Gazeta ishte ateiste, dihi, një mashtrim i gjallë. Mirë po, ishte sprovë për në. Edhe një gjajës të mi thonë ata do të regjistrohesh, të abonohesh me marë gazetën. Jo, se do i thonë. Do të marrësh me zëri, thonë. Jo, se do i thonë. Qërë këti që se merë gazetën, thonë? Ke gjasë, ke gjajë, thonë, mos ke kuran të më shpi, thonë. Po i thonë. Si më i thotë, krahasot i Kuranin me gazetën, thotë, di që është gazeta janë, thotë. Rahmet i pas shpirë të vëllezër. Besimtar të thjesht, dhe më thonë, pa shkollë, dropa, që kanë pasat shkollë në jetë, shkollë në dynjas, shkollë në Allahut, shkollë në fjallës, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, me të halët që kishin e kupta, a i mund të mos la i herë një javë, i herë në 6 muaj. Sa të herë s'kishtë asuj probleme, s'kishtë më kumula, i ka të solle, kështu të më thonë, kushte te për të vështira. I tha, jo, s'ka se që tjetë gazeta jote të para Kuranit tim. Dhe pse i tha, unë kom shku me i banja tim Tiranë, tha, e ju e dini ma që ata që s'lahen, fshihen me gazetë. E gazetat tu i kom pa atje në banjëm në vejtore kreta, në fotografit e këtyre udhëhecëve, tha, i kom pa ishin fshi njerëzit atje në vejtore, tha. Kurse Kuranin të në tha, disë herë ujë, tha. 5 herë më ditë, tha, do të mora abdes për ta prek. Mas më krahasa dhe më gazeta. Edhe normal që është, shkoj i gjeja të të ufshi njerëzit në vajtoret, si ta mas qytetit ma problem, të shtedroj kanë rregullu pak, po kështu ka qenë. Pra, je i lartësu mbi gjithë njerëzit në botë.
çdo udhëheq, çdo pushtetar, çdo miliarder, pa la ilaha illallah, për Zotin të jep para tyre. Le të jetë i pastër, le të fluturojë me aviona private, me çfarëdo. Le të i përdori parfumet e gjithë botës, për Allahun të jep i parë për këtyre. Allahu xhallahu thot, me të vërtetë ju jeni umeti më i zgjedhur, më të dashur tek Zoti, urdhëroni për mirë, ndaloni nga keqja, edhe i besoni Zotit xhallahu. Vëllezër, mos u ndani për kësaj fjale. Kam gjetë njerëz duke lexuar që e kanë thënë deri në 2 milion herë në ditë. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dhe kur e thonin kështu, ta dini se dhe në gjumë zemra juaj do të thotë la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kjo është baza e kësaj jete. Ky është çelësi i xhenetit. Edhe ato që rrjedhin prej kësaj, mos e ne avash avash, po i herë me fillu me këtë. Allahu mos na ndaf prej goje, prej zemre, dhe na ndihmoft që dhe në banesën e varrit të deklarojmë këtë fjalë, po edhe përpara Zotit inshallah siç deklaruam këtu, të deklarojmë edhe në banesën edhe përpara Zotit xhel xhelaluhu. Omeni Allahu më shiroj i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur të hyn banesë varrit tha, ja Rasulullah, a do të jem me këta men? Po i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju do të vdisni ashtu siç keni jetuar. Nëse ke jetuar me la ilaha illallah, ashtu ke për të vdes. Tha, e vallaj po të betohem, tha, unë do të deklaroj tha dhe në banesën e varrit, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Inshallah dhe ne, sikur kemi deklaruar, në këtë ditë xumaje, edhe në xumat para kësaj, pasat do jetë ymri në për trupat tonë, inshallah do të deklarojmë, edhe para Zotit dalim me fytyrë që të na shpërisim, po njëkohësisht edhe kjo fjalë e madhe të na rendoj edhe veprat e mira, edhe të na i fshi kësaj jetë inshallah. Allahu na fal, na mëshiroft.